Mbledhjen e 4 të Komitetit për Politikë e Financa sot e ka ftuar kryesuesi Simir Krasniqi me paralajmërimin me 8 pika të rendit të ditës. Mirë po pas kërkesës së Drejtorisë së Shërbimeve Publike, pasi që Ministria i ka rikthyer 2 vendimet që lidhen me komisionet aksionare të stacionit të autobusave dhe të ekoregionit. U futën si pika të rendit të ditës e 9 dhe e 10. Si pika të rendit të ditës që do t'i rekomandohen kuvendit për mbledhjen e radhës, pra që do të mbahet ditën e 8 pra me 30/4 në ora 10 këtu në sallën e kuvendit janë këto. Shërtimi dhe miratimi propozim vendimit për bartjen e mjeteve të tejkaluara dhe të pashpenzuara nga të hyrat vetanake të vitit 2025 në vitin 2026. Pikë tjetër e rendit të ditës, shërtimi dhe miratimi propozim vendimit për subvencionimin e transportit urban. Pika tjetër e rendit të ditës, shërtimi dhe miratimi propozim vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit numër 001 viz 011 viz 25/15 të datës 26/2/2026 për miratimin paraprak të listës së veçantë të pronave të palujshme të komunës që planifikohen për dhënje në shfrytëzim gjatë vitit 2026 sipas kërkesës së MAPL-s. Pikë tjetër e rendit të ditës ishte shërtimi dhe miratimi propozim vendimit për formimin e komisionit për zgjedhës nga Drejtoria Komunale e Arsimit. Pika tjetër e rendit të ditës, shërtimi dhe miratimi projekt planit të veprimit për transparencë 2026-2030 sipas kërkesës së MAPL-s. Dhe pika tjetër e rendit të ditës, pra raporti financiar për periudhën janar-mars 2026. Gjithashtu në fillim ju thash që patëm edhe 2 pika nga Drejtori i Shërbimeve Publike, rishërtimi 2 vendimeve sipas kërkesës së Ministrisë, dhe kjo është pika 9 e rendit të ditës dhe pika 10. Pika 9 pra është vendimi për formimin e Komisionit Komunal të Aksionarëve të ndërmarrjes publike lokale stacioni autobuseve Shoqëria Aksionare Prizren, dhe pika 10 e rendit të ditës, vendim për formimin e Komisionit Komunal të Aksionarëve të ndërmarrjes publike lokale ekoregjioni Shoqëria Aksionare Prizren. Të gjitha këto 10 pika do t'i rekomandohen kuvendit pra në mbledhjen e radhës që do të mbahet ditën e 8 në ora 10 në sallën e kuvendit komunal. Pasi kjo mbledhje ishte më e gjatë se zakonisht për shkak të diskutimeve lidhur me pikën e rendit të ditës që lidhet me shqyrtim miratimin dhe propozim vendimin për subvencionimin e transportit urban. Lidhur me këtë pikë, kuvendarja e lëvizjes vetëvendosje Dafina Lishani tha se nuk janë pajtuar me këtë pikë dhe se kanë kërkuar që shtrirja të bëhet edhe në fshatra. Ne rekomanduam së pakunherë të fillojmë me ata që shpenzojnë më shumë e pastaj në transport urban, shkaku që një njeri që mundet ndoshta me lëviz brenda qytetit, mundet me lëviz edhe qoftë me një bicikletë apo qoftë edhe duke ecur. Ne vlerësojmë që ky vendim është tetë i ngutshëm, por edhe diskriminues. Edhe kemi bërë thirrje edhe një herë që ta rishikojnë. Ndoshta ta bëjmë një gjithëpërfshirje secilit qytetar i cili e shfrytëzon transportin, por insistimi ekzekutivit ishte që të bëhet subvencionimi vetëm për transport urban, edhe kjo është për të ardhur keq, sepse filluan pastaj edhe diskutime qytet fshat që nuk do duhej të bëhej brenda komunës, fatkeqësisht u bë, mbetet ta shohim tash edhe shumë asamblejës të cilët kanë edhe votues të, domethënë prej secilit fshat të qytetit, se çfarë qëndrimi do të marrin në të ajtën në kuvend. Unë prapë i bëj thirrje edhe kryetarit edhe ekzekutivit që ta rishikojnë edhe një herë këtë vendim edhe ta bëjnë një gjithëpërfshirje, sepse secili qytetar paguan taksa këtu, edhe me fillu kështu me diskriminim të subvencionimit të transportit, mendoj që nuk është në rregull, po ashtu u arsyetua ky vendim që do ta lehtësonte pak a shumë trafikun. Unë i rekomandova të gjithë drejtorëve që së paku nëse kanë hallin të transporti, mos ta shfrytëzojnë veturën prej këtu deri në administrat. Mundet kanë mënyra tjera që munden me ardhë në mbledhje apo në takime. Kështu që mendoj që nuk është prioritet qytetari, sa është prioritet ndoshta interesi i operatorit ekonomik, edhe uroj që ta rishikojnë edhe njerë dhe ta kenë parasysh që të bëhet
një vendim gjithëpërfshirës e asesi diskriminues, po ashtu kemi pas 2 vendime tjera të kthyer nga MAPL. Diskutimet kanë qenë të lista e pronave ku ne këto rekomandime i kemi dhënë edhe kur është diskutuar dhe kur është votuar para disa muajve, i kemi bërë thirrje që është gabim se si votohet, por qasja e ekzekutivit është gjithmonë që nëse vjen një rekomandim prej opozitës mos të mirët parasysh, kështu që mu po vjen keq që qytetarët po humbin kohë me këto vendime të ngutshme edhe po i pëson pastaj edhe qytetari po edhe komuna me vendime të ripërsëritura. Përderisa kryesuesi tha se tashmë duhet komuna të subvencionojë mësimdhënësit dhe nxënësit udhëtar, prandaj mbetet të shihet. Ishte pikat e subvencionimi pra i trafikut urban. Këtu nga antarët e opozitës, këta kërkuan që të subvencionohen pra jo vetëm brenda qytetit, por edhe fshatrat, por këtu e sqaroi drejtori i shërbimeve publike dhe zyrtarët nga drejtoria e shërbimeve publike, ku ne e dim që komuna i subvencionon pra të gjithë mësimdhënësit që udhtojnë nga fshati dhe nxënësat pra i subvencionon mbi 4 kilometër. Mbet për të sqaruar edhe pak ky vendim, që a do të jetë kështu, apo do të shiqohet mundësia që edhe fshatrat të futen në subvencionimin e këtij vendimi pra nga komuna që të subvencionohen edhe fshatrat. Pse mos me bo për secilin qytetar që jeton në komunën e Prizrenit? Edhe fshatrat shpenzojnë shumë më shumë me arë këtu se sa ne brenda qytetit. Unë prapë po e them, një njeri në pjesë urbane mundet ndoshta edhe duke ecë me kry një punë ose një nevojë që ka brenda qytetit. Po çka mundem me i thonë atyre personave që janë jashtë qytetit? Mu mendoj që është të jetë gabim, po nuk e di çush e kanë mendu këtë. Kategoria ju i besoj që ka ndonjë zbritje. Për qytetarin e rregull, qytetari rregull paguan 60 cent për bilet. Atash, kjo është, nuk e di, s'pe di çfarë kategorie ka, domethënë për juve, po si do që tjetë, unë mendoj që media do të pak ma shumë me qenë edhe t'informum, po pensionistët, po. Kurse kanë kaluar pikat e rëndësishme, si ai për formimin e komisionit përgjithës në DKA dhe pikat të tjera. Ndërto me prodhime vendore.